Si do të ishte një tanja porja me inteligjencë artificiale, për shembull? Jo, unë do të thoja si do të ishte një tanja porja kur i vjen në ndim inteligjencë artificiale. Atëherë po do të ishte maksimumi, besoj se tanja nuk mund të ketë. Po gjithsesi kemi filluar, flasim gjithmonë nga temat tona të her pas hershme, inteligjencë artificiale. Me tanja nuk e duam një tanja porje me inteligjencë artificiale, na pëlqen tanja siç e kemi, se na kthen përgjigje edhe drejt për drejtë. Sigurt, po, fiks. Po tani më jo vetëm tanja, po robotët, inteligjenca artificiale, gjithçka po kthen përgjigje, po bën çdo gjë, madje po ndërhyet edhe atje ku ndoshta për vite janë cilësuar ndoshta si sektorët më delikat, mjekësia për shembull. Dhe si gjithmonë vjen ndim edhe në Ermand Martenika në studion e Dida Jon për të folur për zhvillimet teknologjike. Ermand, mirëmëngjes. Në fakt kemi qenë me Ermandin në komunikim vazhdueshëm gjatë këtyre ditëve, por edhe për shkak ngarkesës edhe zgjedhjeve na u grumbulluan disa tema të zhvillimeve teknologjike, të cilat i kemi grumbulluar sot. Ermand, nga do t'ja nisim? Ja nisim nga parë përshëndetje që janë pranë jush nga dysh, edhe unë mendoj që edhe ja shkënaqësi për mua që të jem shpeshherë pranë jush, edhe besoj kaq shpesh sa kam dalë mund të kthehet edhe një Ermand ai tash Ermand inteligjencë artificiale që do të gjyroj që ta lësh kur janë punë për shembull. Edhe me më shumë informacion se sa ne. Se ne kemi përmendur realisht inteligjenca artificiale është një koncept, është domethënë që po na dominon në mënyrë indirekte. Akumulon ChatGPT-rat, e famshëm chatboxet që krijon, avatarët, sistemet hologramat, sistemet humanoide, të cilët gjenerojnë pikërisht pra të dhënat në mënyrë automatike dhe fantastike fare dhe ne çuditemi që kemi inteligjencë natyrale. Ne duket sikur po funksionojnë, domethënë si autonom ato. Ne çuditemi me gjëra të vogla akoma, çdo kush me gjëra të vogla, ndërkohë që për shembull kemi një spital për shembull, pam që ishte një spital në Kinë, mos gaboj, që është duke operuar me 10 robot tashmë, mjek robot. Ne kemi përmendur faktikisht Kina është një vend potencial. Është domethënë potenciali i teknologjisë kampi lindor, po bën çuditëra se shpesh ne i neglizhojmë hera herës të flasim për Kinë. Por me inteligjencën e saj artificiale apo me këtë inteligjencë që përdorim dhe ne për shembull që anon nga perëndimi? Unë mendoj që ato kanë vetë konceptin e tyre të zhvillimit, po sepse unë mendoj që ky zhvillim që këto bëjnë duan të japin pikërisht pra një mesazh kampit perëndimor, sepse në botë dy kampe të zhvillimit teknologjisë janë perëndimi, Silicon Valley dhe Kina. Këto gjëra që që bën Kina ose kur del një koncept i ri në Silicon Valley, edhe menjëherë e nxjerr dhe Kina, do thotë që kjo është konkurrencë e pastër. Domethënë që i japin mesazhe njëri tjetrit. Për shembull, në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është krijuar akoma një makinë self-driving që ti thuash të parkoj automatikisht vesh parkit e në parkoj. Kurse në Kinë ne kemi parë pikërisht që kanë dalë automjete me AI, pse nuk e bën Tesla inteligjente. Po pra Tesla ka bërë, por me sa kam parë unë, domethënë gjatë gjithë jo, mund të jetë saktë, por që nuk parkohet vetë. Kurse në Kinë kanë dalë makina që i kemi parë nëpër hillsa edhe ne të teknologjisë, na çudisin, ëh, kanë ngritur edhe në Shqipëri, madje. Pikërisht, dhe ne që jemi teknologjistë themi, ore, kur do arrim një ditë në standardin e perëndimit apo të Kinës, domethënë, sa po e them, traj batuta pak. Por shikoj që Kina është vend goxha potencial. Po shikoja që njerëzit edhe pa pasur aftësi të trajnuar mirë domethënë për të ose pa pasur eksperiencë jo të mirë në drejtimin e makinës, i jepje pikërisht pra komandën madje edhe me fjalë, edhe të parkonte, edhe të shkonte në të drejtim. Mirë, një sistem i tillë gjithëpërfshirës. Inteligjente. Po pra, inteligjente. Do të ishte dobi të njerëzimit në sensin do t'i reduktonte për shembull aksidentet rrugore. Patjetër. Unë e mendoj këtë dhe pikërisht kjo është gjë shumë e mirë që ndodh, sepse shpesh herë aksidentet automobilistike realizohen nga pakujdesia, nga mungesa e vëmendjes dhe vigjilencës. Domethënë, dhe mungesa e kulturës të drejtuarit automjetit ashtu siç duhet brenda rregullave. Kurse me anë sisteme inteligjente ato funksionojnë në mënyrë algoritmike, me gjuhë matematikore, precize, pra me anë sensorëve, i themi në, kështu që automatikisht imagjinoj një blackout çfarë mund ndodhte nëpër rrugë nëse do të kishim një nxjerrim të rrymës apo probleme. Ideja dhe koncepti është ke shumë të drejtë Aulona, faktikisht unë mbështet kjo, por këto zhvillimet e teknologjisë bën ato vende ku nuk ekziston ai koncepti i
teleminuarit e energjisë elektrike. Do më thënë, imagjinon në çfarë bote janë të zhvilluar që se kanë konceptin fare, do më thënë, të fiken dritat një herë, apo jo më që të ketë probleme me sistemet automatike. Unë imagjinoj kështu, Lona, që do të ndalonin, për shembull, të gjitha në të njëjtën kohë dhe mbase përsëris do të kishte asnjë problem. Por nëse kthehemi te spitali, se ne kishte shumë interes. Tani çfarë detyra shkruajnë këta 14 robotët në spitalet e faktikisht Kina ishte çuditshme sepse nxori 14 mjek AI, tash e ka bërë 42 mjek AI. E kemi parë, po, është e habitshme pra nga 14 ka vajtur 42. Tani çfarë do thotë kjo se me sa kuptoj unë realisht, sepse një spital me robot AI vet ose me mjek robot nuk mund të funksionojë në mënyrë autonome për një kirurgji, për një trajtim mjekësor. Unë mendoj që kjo është një ndërthurje shumë e mirë midis patjetër inteligjencës natyrale, stafit mjekësor, një kirurg shumë të mirë, një profesionist mjekësor shumë i mirë, me sistemin robotik. Që do të thotë këtu, kemi teknologji të lartë të aplikimit në sektor të ndryshëm, por edhe në shëndetësi. Pra, në Kinë, siç kanë dalur këto robotët që kemi thënë në komandim në remote, kirurgjikal, mjeku mjafton përdor panelin remote dhe sistemi robotik funksionon automatikisht vetë. Pra bën kirurgjin vetë. Pra mund të bëj ato proceset që thjesht janë që u jepet nga një profesionist, nga një kirurg, nga një mjek, domethënë i një pavioni të caktuar që aplikon në kohë për shembull Ermand, ato patjetër ka shumë benefite. Sistemi robotik është sistemet robotik inteligjencë artificiale shpesh ka një pjesë e mirë nuk e suportojnë ose nuk e mbështesin, por në teknologjisë për shumë fjala vjen jam e suportoj më së miri. Pse? Sepse, ja do të them Kristi, sepse ta aplikosh inteligjencën artificiale në çdo sektor, në rast parë rrit produktivitetin, rendimentin, pra sasin dhe cilësin. Koha e përpunimit të dhënave, koha e procesit punës shkurtohet. Dhe kjo është gjë e mirë. Saksia dhe precizioni është shumë madhor, sepse çfarë ndodh në çdo vend ku ne punojmë, krahët robotik funksionojnë me precizion shumë lartë, me gjuhë matematikore, nuk gabojnë. Kurse njerëzit herë gabojnë. Mund të kenë lodhje, mund të kenë ulje lodhja, ndikon lodhja, emocionet. Po mirë, ka 41 robot do të thotë 41 njerëz pa punë, asistent, infermier. Ke shumë të drejtë, ajo që unë dua të përmend, sepse e ke prekur shumë bukur Aulona, risku i vendeve të punës. Inteligencë artificiale po e bën më së miri. Pra që do thot, inteligencë artificiale me këto zhvillime, me këto robot që po krijon, me këto chatboxe, me ky instrument shumë suportiv ndaj nesh, por na ndikon dhe negativisht në reduktimin e vendeve të punës. Sepse çfarë do thot kjo? Kjo do thot çdo kush kërkon produktivitet madhor, kërkon cilësinë, kërkon edhe rendimentin dhe kjo gjë arrihet duke shkurtuar numrin ose duke shkurtuar konceptin, zvogluar konceptin e atij që gabon më shumë, inteligjencë natyrale, dhe të shtoj konceptin e asaj që nuk gabon. Të shtohen profesionet për njerëzit paralelisht me këtë? Ajo që unë mendoj faktikisht... Jo bën njerëzit, shkurt mohabet. Unë faktikisht jam çuditur edhe nga kjo shprehja e Bill Gates që kishte thonë që apo ajo na ka pëlqyer ne. Bill Gates ka thënë bëhet realitet është 2 ditë ka filluar. Unë ka përshtypjen që ato 2 ditë punë që propozon Bill Gates dhe pastaj ditë të tjera pushim, ato 2 ditë punë do të jenë 2 ditë punë. Produktiviteti duhet të jetë ai. Jo, unë mendoj faktikisht që ka nisur si projekt, po nëse keni dëgjuar në vendet nordike dhe në Suedi që kanë propozuar si projekt që punohet 4 ditë. 4 ditë. Pra 4 ditë punë dhe 3 ditë pushim. Fantastike fare, çdo kush do kërkonte këtë. Sepse çfarë do thotë, kjo është në të mirë edhe balans, është në të mirë, është domethënë ndikon në shëndetin psikologjik edhe shëndetësor të punojësit, gjithmonë edhe gjithashtu në optimizimin dhe përmirësimin e domethënë ose më saktë që përmenda unë që të kryej punën sa më mirë, sa më me eficiencë, domethënë një punonjës. Në Suedi nuk lidhet edhe aq inteligjenca artificiale me këtë nisëm apo jo, besoj. Inteligjenca artificiale në Suedi është unë mendoj është pjedestal, është ndër të rrirat. Jo, dakord, po nisma për ta ndarë për shembull javën në 3 ditë pushime dhe 4 ditë pune, mund të ishte një nisëm që mund të bënte edhe pa praninë apo pa nevojën e inteligjencës artificiale apo jo? Patjetër, unë normalisht sepse nëse ne kalojmë ke Bill Gates flasim për domethënë balancën. Kemi hallin ta sillim këtu balancën midis produktivitetit edhe numrit punonjësve. Ky thotë që madje Elon Musk ka qenë më i fantaksur se po e them, ai thotë që njerëzit nuk do punojnë fare. Domethënë, e keni dëgjuar pikërisht këtë shprehje që u bë shumë virale. Realisht, po ta kapi me logjik, inteligjenca artificiale po e bën këtë gjë. Po e bën më së miri, po e qan fare domethënë, në sensin që ti ja jep një punë të caktuar
këtij koncepti, këtij instrumenti, pra kësaj bote teknologjisë, kësaj inteligjencë artificiale, ta bën punën më së miri. Sot, domethënë, çfarë ndodh në botën për para shumë vitesh? Le të marrim rastin e botës IT-s. Specialistë IT-s, ekspertë IT-s lodhesin masivisht me updatime programe, software-sh etj. Kurse sot nuk ke nevojë më për asgjë. Mjafton edhe software-t janë shumë Nuk i duhet më këtyre graphic designerave për shembull, që po dalin inteligenca më ke përkyer këtu Krisi sepse inteligjenca artificiale po na zëvendëson më së miri. Madje krahas graphic designerëve edhe website-et po ja shoh. Është vërtet. Po i gjeneron, domethënë mjafton të japësh 3 apo 4 domethënë mënyra se si të dhëna, se si ta krijosh, edhe ta gjeneron. Kam përshtypjen që në të ardhmen të afërt do na duhen njerëz që ti kërkojnë inteligjencës artificiale për të bërë gjëra. Pra ata që do të shkruajnë se çfarë duhet prodhuar pra. Vetëm njerëz që do japin kërkesa. Unë suportoj faktikisht më së miri, sepse ku ka më mirë që të kesh një shok robot ose një koleg robot që ti thuash të lutem, më bëj këtë software ose më servizot të pajisje dhe i ta bën automatikisht. Ta thotë se thotë. Pamundur. E di pse është pamundur sepse ne kemi përmendur inteligenca natyrale është ajo që menaxhon dhe komandon inteligjencën artificiale. Pra ai nuk është trajnuar të thotë nuk dua. Patjetër, nuk kthehet në bumerang. Yes sir, gjithkohë. Domethënë yes sir, e bën, jep komandën, vazhdon, domethënë kjo është gjë e mirë. Domethënë ku ta Jo, patjetër, sepse ti ke një asistent që e ke non stop aty të tani pse unë suportoj Aulona, domethënë shkurtimin e kohës. E para një për cilët sektor mund të mendon ti që mund të aplikohet, domethënë aplikohet më shpejt. Shkurtimi, domethënë orari për çështjen e orarit punës. Unë mendoj që për shembull vendet nordike ka qenë të parat edhe Belgjika përfshirë Hollandën që po integrojnë këtë sistem. Në cilët sektor? Në çdo sektor. Në çdo sektor. Përveç sektorit, edhe në sektorin mjekësor sepse shpesh punojnë me turne. Dhe pse mendoni ju dhe cila është arsyeja? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Sot ne kemi parë kush janë vendet të cilët kanë popullatën, domethënë më të vetkënaqur, ose më saktë vendet me cilësinë dhe kualitetin me standarde më të lartë. Janë ato vende ku pikërisht pra edhe aspekti pozitiv dhe qetësia psikologjike e qytetarëve të atij vendi është shumë e mirë. Pra, edhe kanë qenë parë që e kanë bërë. Sa më pak të punosh, do në sensin shkurtimi i kohës së punës, do thotë që optimizohen punonjësit. Kualiteti i funksionimit është shumë i mirë. Pra në sensin që punojnë më së miri, që të kenë një produktivitet mirë. Edhe për kompanitë është evitim kostosh. Për shembull, fjalë vjen ka kompani përdorin automjetet, karburantet e tjera. Është kosto të cilët kosto domethënë energjie. Pra është një lloj si pros and cons, pra ka edhe pro edhe kundër kësaj gjëje. Po është më mirë që të jetë, për shembull, fjalë vjen siç e kanë thënë, 4 ditë punë dhe 3 ditë pushim. Më së miri. Edhe madje dhe oraret i kishin shkurtuar ato punëve nordike. 8 me 2. Domethënë se të punosh 8 me 5 ose 9 me 5 apo 8 me 4 kur 8 me 2. Çështja është se mos ta ulen edhe pagat, se pastaj thonë unë do të paguaj për 4 ditë punë edhe. Kjo është një risk sepse ndryshe është inteligjenca artificiale që po na bën punën më së miri. Del Bill Gates i famshëm, çuditëra po ndodhin, unë e përmenda që ai thotë ditë punë, kam 2 minuta këtu që kërkoj një video dhe më në fund e gjeta, me që më the që nuk ka shanse që të mos na përgjigjen humanoidët. Shikoj pak këtë video. Çfarë bën ky tani? Shikoj pak të humanoidin që një moment të bukur, shiko pak. Zgjedh, të rebelohet. I marri përpara ka 2 njerëzit. Shiko. Dhe kjo vjen nga Kina, Armand. Si ma shpjegoj? E di çfarë mendoj unë faktikisht nga video që po e shikoj, realisht, se normalisht që inteligjenca artificiale ka hyrë në rrjetet sociale dhe rrjetet sociale sa më shumë për ta promovuar, për të krijuar domethënë animacione thjesht për klikueshmëri. Por po ta shikojmë logjikisht në atë video, një sistem humanoid të lëvizje ai shpejt. Ti duket sikur ja ke ngritur nervat maksimum edhe pikërisht sepse po tash po vë dorë tani ndaj një sistem robotik, një krah robotik apo sensor që ka nuk mund të lëvizin atë lloj shpejtësie. Do thotë është mendoj që mund të jetë një malfunction, një miri e montuar për klikueshmëri. E kam parë edhe unë këtë papa. Sepse ti s'mund të kesh një sistem robotik që të jetë. Po mirë, po tani edhe me aq sigurisë edhe një njerëz nuk lëviz më shumë se sa ai, që do të thotë që ata mos e thonë, po janë ngritur nervat aq shumë, po nuk kemi këtë dim edhe me siguri. Inteligjenca artificiale nuk ka ngarkesë emocionale. Ne kemi përmendur inteligjenca artificiale ka logjikën automatike, press the button and go. Inteligjenca natyrale ka
logjikën uniforme, ka aset në është bërë... Tani për tani, me logjikën uniforme, që kemi ne, me ajsa perceptojmë tani, po, mbas 100 vitesh, dimne se a do futet apo do futet do të emocioni edhe... Po, e ti çfarë më thonë, dakord, për shembull fjala vjen edhe pse inteligjenca artificiale, për shembull fjala vjen ne kemi parë sisteme robotike, kemi parë edhe atë robotin Ameka që është krijuar, një robot humanoid shumë fantastik në fakt. Çfarë bën ky? Që bën edhe gjestura në fytyrë. Gesturat në fytyrë janë reflektimi i sensorëve të cilët janë implementuar. Sensorëve, domethënë, të ndryshëm për të përshtatur pikërisht me mimikat, domethënë me gesturat e fytyrës. Se s'mund të bëjë një sistem robotik humanoid gestura të tilla ose nuk mund të ketë emocione. Çdo gjë është e prodhuar nga ne. Pra unë përmendaj gjithmonë inteligjenca artificiale do menaxhohet dhe do kontrollohet nga inteligjenca natyrale. Të kthehet inteligjenca artificiale në bumerang do thotë që ti ta keq përdorësh atë. Ta keq përdorësh siç kemi filluar ta keq përdorim pa kuptuar, për shembull sot tek fëmijët përdorin inteligjencën artificiale pa kritere dhe po shikojmë probleme shumë oftalmologjike, probleme optike ke fëmijët me syze. Tjetër, probleme në postura, në ortopedi, në fizioterapi. Për vetëm kaq, po në të kanë shumë probleme. Probleme psikologjike, në të nxiturit të mendimit edhe të kreativitetit për shembull. Shumë detyra shtëpie, mbase duhet mbajtur pak më larg se unë mendoj që duhet qëndruar, mendoj që duhet gjehet pikërisht pra një mesme që edhe fëmijët edhe ta përdorin, po jo dhe me që ta bazojnë jo për një kohë shumë gjatë sepse shkakton probleme shëndetësore. Ajo që unë desha të thoja, problemet psikologjike. Sot janë shtuar shumë të rinj të cilët kanë probleme psikologjike sepse ndikohen nga rrjetet sociale. Ndikohen pikërisht pra nga jeta jo reale ose jeta reale në thojza e komunitetit aty. Pra ndikon negativisht në edhe diçka që desha të ndërpresa pak Kristi. Inteligjenca artificiale përdoret ne përmendëm më shumë anon në pozitivitet, sepse saktësia shumë e madhe, koha dhe shpejtësia e procesimit është e madhe dhe tek në shëndetësi precizioni dhe kohërabilitimi i pacientit. Sepse sot ka pacient që bën kirurgji të vështira ku dora kirurgut nuk hyn. Ka një fushë apo një sektor të jetës ku nuk do doje që të kishte, pothuajse, fare inteligjencë artificiale, Armand? Po ajo që unë e kam përmendur pak a shumë Kristi është në profesionin e psikologut. Mendoj pikërisht pra që profesioni i psikologut edhe do të bëhet e mundur edhe mbas 100 vjetësh, mbas 200 vjetësh zhvillimi masiv i teknologjisë të krijojë një psikolog digital dhe jetë e pamundur. Pse? Sepse psikologu ka argumenta, ndikon në trajtimin psikoneurotik dhe psikologjik të pacientit. Domethënë që ka. Dhe duke pasur parasysh që ka argumenta për të ndryshuar problematikat që ka, pra problemin psikoneurotik, një sistem robotik nuk e bën dot. Një sistem robotik është autonom. Për shembull ne kemi parë nuk mendoj që mund të mos arri empatinë e një psikolog. Duket e çuditshme, po është e pamundur që të jetë interaktiv. Mund të ishte aq i saktë sa që mund të ishte për shembull në mjekësi me po themi në degë të tjera. Psikologu mendoj unë nuk do doja për shembull. Nuk e përjashtoj, edhe nëse pas nesër do nuk ketë, por nuk do suportoja që kishte një psikolog digital. Për mua unë nuk do doja që inteligjenca artificiale të përfshihej më shumë se ç'duaj në art, për shembull. Ka filluar, në fakt ka filluar. Nuk do doja, sepse nëse ka një vend ku ti vlerëson realisht pastër 100% aftësinë dhe talentin e dikujt, mund të jetë arti, mund të jetë kultura, mund të jetë sporti. Sot është bërë një mix Kristi që vërtet s'pa kuptojmë më së miri, po të shikojmë. Kam parasysh ato rastet e këtyre aktorëve të Hollywoodit që janë në protestë sipër vazhdimisht. Sot po ka të rinj apasionuar pikërisht mbas sajtisë që po krijojnë miksime muzikësh, domethënë po bën DJ vetëm anë të inteligjencës artificiale. Një, e dyta, sot nuk kemi pikërisht pra. Po shumë e shumtuar. Po, tash është e vërtetë sepse nëse shikojmë një piktor, ku është vlera jote? Ja, për shembull, nëse shikojmë një piktor, le të marrim kryeministrin Edi Rama, që ka bërë një pikturë. Edhe në anën tjetër që kryeministri Rama mund të jetë ai që është inteligjencë natyrale, ka bërë pikturën me emocion, me ndjenja, ka hedhur pikërisht në telaj çdo gjë. Kurse çfarë mund të pra po thua që s'ka inteligjencë artificiale që ja merr dorës kryeministrit për pikturë. Kjo pak po e sigurt një. Çfarë thua ti, mos vetëm për atë, po për atë punë. Ja ish prizën Rama, çfarë thua? Por që nuk mund ta krahasoj mendoj një Edi Ram, siç është me një Edi Ram ai, mbase dhe mundet në një të ardhme, por ky me AI mbase na fut vërtet në 2030 në Bashkinë Evropiane, ha? Po. Ky unë mendoj që pa AI, ky do na fusin në 2027. Në 27. Kurse me AI 30
vjetër. Tu do jemi Erman Martenika, do ta diskutojmë. Ishte shumë e madhe që isha pranjues me këto tematika interesante. Okej, ne jemi këtu sa herë që ke diçka të re në këtë fushë. 8:30 minuta ora, ne shkëputemi për publicitet të shkurtër zonja dhe zotrinë dhe rikthehemi me lidhjet tona të drejtë për drejta. Kemi dhe Dejan për sportin. Edhe me Dejan, po, flasim pak për ngjarjet më të fundit sportive.